Gjyshe shpjatë babën e kam të pi veshkën e ka e tek. Gjësu në zemra i ka. A me la blitesha, buka, sirë, a jërkuta jasni ka shpi. Qivi të na i vrena, qatë të presh. Së moj me jetu kishto. Këto janë hallet e vajzës 9 vjeçare të familjes Abazi nga Hani e Lezit. Vlora është në klasën e 4, por tash 3 ditë nuk shkon në shkollë. Në orën 15 të mesditës, ku shokët e shoqet e klasës ishin në orën e fundit të mësimit, Vlorën e gjetëm në rrugë me dorën e shtrirë duke kërkuar lëmosh. Prindrit e saj kanë vendosur t'ia ndërprejnë shkollimin 5 fëmijëve të tyre. Kjo për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike që ka familja. Kryefamiljari Çamil Abazi ka gjithsej 7 fëmijë në shtëpi dhe thotë se punon her pas here edhe pse e ka të ndaluar nga mjeku për shkak të sëmundjeve të shumta që e mundojnë. Ai ka pësuar 2 sulme në zemër, gjithashtu është i plagosur dhe i ka mbijetuar masakrës në burgun e Dubravës. Këtij kryefamiljari nuk i mjaftojnë të ardhurat e asistencës sociale prej 80 eurosh, që t'i mbulojë shpenzimet për ushqimin, veshmbathjen dhe shkollimin e fëmijëve, e as për ilaçet që i duhen për vete. Çamilit shpesh i bie të kaloj kohë nëpër spitale, herë për një sëmundje e herë për një tjetër. Në fëmijët në rrugë, marrë që rritavet të marrët, ore të e qaj, të mësujnë këtë popit të kajtën, marrët të marrët, fëmija, minë nuk të të vazhdoj shkollët, për dhe të se o kushit e mija. Unë jo më shloshi, pra unë kam qenë të ambalante, të misia familjarë kam qenë, jam në mundë të miku që kam pësy gjerë. Jam gjerë shumë të rëndë qëndësore. Nuk jam gjerë të punër. A do të pa tjetër me li punër, me punuën, që për dhe punër, që një njerë që dere kërkan të i punë, a i nuk sa o që i zotni. Mund nuk kompita mund që s'mush me punuën. Ke dalë me li punë edhe ki me punuën. Nuk jam gjendje më me punuan. Ndërsa gruaja e tij duhet shumicën e kohës të merret me problemet shëndetësore të burrit dhe nuk i del kohë të merret me fëmijët. Vajza e madhe që kujdeset për vëllezërit dhe motrat rrëfen mundimet dhe kushtet e vështira që ka familja. Gjithashtu, ajo ka edhe një foshnjë të vetën për të cilën kujdeset vetë, sepse është e ndarë nga burri. Jo veç që edhe s'ki bukë me hongër, për dhe bukën e mërë dësh me hongër, se du të me rujt atë bukë 2-3 ditë për me hongër, se s'kim pare me blejë. Kur bina me kjetë për që ju krik bonë të rëqë, mësane edhe për këto asë social s'kam donë asë kur gjonë. Krik thënë që kremë është me vrati kumë në një vjetë, për mu kremë është që kjo jetë. Boba e ti asë që interesant për këto, për të asë sot një jemi, shumë këta fëmija, kur ishte boba në spital, dyrëshën lepshin pare, 30 cent kur i bajshën një buke blejshin. Plus mësumë se t'i thëshën s'kina mi vlonë shkollë, nëse dini me lypë pare, që ku muatra. I thoj ke mos umajde në shkollë mas i lypë. Ma mirë me dalë me lypë pare, sa mi jetu gjështo. Të mësu që jam ka thonë, edhe njerë nëse qojnë klasa të lypë pare, unë e ka me delu, kur që mos me po, mos me të forë, mos me të një mu, kur që me jetë ka thonë. Qa ke botë ja ke dolla për me lypë? Unë e delë sa amantin sa lezra. Kur unë qësë veç unë qesha. So të shka buk me vrus me baba i smuti lache tja. Ja rrimë, ka me pagujt, neve sa me kur gjo. Çamili tregon se banesa ku jeton familja është pronë e komunës. Në të ka shumë insekte dhe lagështi. Ai thotë se komuna i ka lajmëruar që shumë shpejt do t'i detyrojë të paguajnë edhe qëra për hapësirën që e shfrytëzojnë. Kryefamiljari tregon se nuk mund t'i kthejë fëmijët e tij në shkollë, përderisa nuk mund t'i ngop me ushqim e t'i sigurojë veshmbathje. 5 fëmijët që momentalisht nuk vijojnë mësimin tregojnë se shokët dhe shoqet e klasës nuk dëshirojnë të rrinë në një bankë me ta, e të shoqërohen dhe luajnë bashkë, sepse u thonë se ju jeni lëpës.